Pas një periudhe të gjatë heshtje dhe dhimbje, artisti mirënjohur Gjesti është gati të rikthehet skenës muzikore, duke sjellë sërish emocionet e tij për fansat. Ky rikthim vjen pas një pauze të domosdoshme, të cilën këngëtari e ndërmori për t'u përkushtuar familjes në një moment të vështirë personal. Më parë Gjesti kishte bërtëditur se largimi nga vëmendja publike ishte e nevojshme për të përballuar humbjen tragjike të vëllait të tij, i cili humbi jetën në një aksident me motor. Kjo humbje la një boshllëk të madh në jetën e artistit, i cili zgjodhi të qëndrojë pranë familjes dhe të merrte kohën e duhur për të përpunuar dhimbjen. Megjithatë, duket se muzika do të shërbejë si mënyra e tij për të rikthyer dhe për të ndarë emocionet e tij me publikun. Lajmin e rikthimit e ka konfirmuar menaxheri i tij, Bonart Ajvazi, përmes një postimi në Instagram, duke nënvizuar se Gjesti është gati për t'i dhënë sërish kontributin e tij artistik. I pyetur nga ndjekësit për datën e publikimit të projektit të ri, përgjigj me një përgjigje intriguese: më shpejt se sa shpejt. Fansat, të cilët i kanë qëndruar pranë me mesazhe mbështetje dhe ngushëllimi gjatë gjithë kësaj kohe, po e presin me padurim një projekt që pritet të jetë i thellë dhe emocional. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.